Nëse vazhdohet me këtë ndërç politik, kysh edhe e dim sipas ligjit edhe sipas rregullave që i kemi në Kosovë, vetëm për muajin janar dhe shkurt vitit që pason, Kosova ka domethënë mundësi financiare me i pagu shërbim civil. Nëse deri atë kohë nuk kemi qeveri dhe kuvend legjitim, atëherë komplet administrata, pra shërbimi administrativ mbesin pa pala. Kjo është pasoja e parë. Mos flasim për pasoja tjera ekonomike, si pasojë mungesës së një kuvendi edhe një qeverie të re që buron nga ai kuvend. Kosova po i humb një fondacion që është e ndamë tashmë nga BE-ja për Ballkanin Perëndimor, diku nga 700 milion deri 1 miliard euro. Kjo janë pasojat ekonomike, por te atyre politike që nuk ka asnjë funksion, dialogu ka me të peng. Kosova si duhet me çdo kush me vazhdu procesin e dialogut. Aty ku kemi lënë para një viti e ca tashmë po bëhen. Dhe këto pasoja vijnë si rezultat, si derivat i një ndërçe politik që realisht ka filluar nga 25 marsi kur ka nisur ajo, falni, pasën prilli kur ka nisur ajo seanca e parë, përpjekja e parë, ma saktë në thonë, për me konstituu kuvendin dhe me u fut në fate kohore për me ndërtoi qeverinë. Këto, kjo është pasojë një marrëzie politike që i karakterizon këtë partitë, por në veçanti ato që ka shumicën që ka fituar zgjedhjet, që është vendosja e cila refuzon kategorikisht me e zhbllokuar situatën edhe me pas një qeveri legjitime dhe legale. Kjo përveç jo legjitime është edhe ilegale si qeveri tashmë.